Mbërritur në pjesën e diskutimit me mua në studio është ambasador Roland Bimuq, diplomat. Faleminderit për prezencën tuaj. Emilio Çika, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare dhe kolegu im, ekonomisti Enjo Civici. Faleminderit Enjo. Shumë faleminderit për ftesën. Ka qenë shtëpia juaj dhe besoj që ndjeni mirë në Skan. Kënaqësi. Ambasador, çfarë mesazhi dha ky proces zgjedhor? Si e keni parë? Kishte standarde? Se zakonisht kjo është pyetje që mund të bëhet. Dhe zakonisht besoj dhe ju kanë pyetur shumë herë për tematika. Ajo që është interesante është që gjithmonë vjen re kontradikta të çuditshme. Nga një anë pritesh një rezultat shumë i ngushtë, sepse flitesh për një pakënaqësi të madhe në popull për qeverisjen e këtyre 10-12 viteve. Nga ana tjetër shikojmë që materializohet një mesazh krejt ndryshe. Pra, si thua, analistët e situatës politike, vetë opozita, duket që kanë pasur një lexim jo shumë të qartë të situatës që ka qenë në terren. Për sa i përket standardeve, besoj që është e njëjta situatë që përpara standardet janë po ato që janë, zgjedhjet janë po ato që janë, dhe pastaj gjithse kush i lexon atë mesazh që do, dikush thotë që pati shkelje këtu përdor administrata, u blen, u shitën, edhe një pala tjetër thotë që ishin brenda standardeve. Ajo që është që meriton të vihet nduke nga vëzhgimi i gjatë nga pozicionet të ndryshme, kam qenë në OSB që nga 97-a deri në 2003-2004, pastaj për një kohë gjatë në organizata të tjera ndërkombëtare. Interesant është fakti që me gjithë kritikat që i bëhet procesit zgjedhor në Shqipëri, në fund të ditës që nga 92 deri tani asnjëherë një proces me gjithë të metat që janë vërtetur nuk ka devijuar vullnetin e zgjedhësve. Kështu që në fund të ditës, vërtet që ti mund të devijosh 1%, 2, 3, 5 në një rast këtu, apo në një rast të tjetër. Po është ndihet në ajër kur ti devijon të themi në mënyrë themelore vullnetin e zgjedhësve. Kështu që nga ky këndvështrim besoj që kritikat janë me vend për ato që i vëzhgojnë në organizatat e specializuara ndërkombëtare. Nga ana tjetër duhet thënë që është rasti për të vënë në dukje që organizatat e specializuara ndërkombëtare, që është ODIHR-i ose OSBE-ja, do duhej ta kishin kryer misionin e tyre prej vitesh. Kanë ardhur këtu në 97-ën dhe sot janë gati 28-30 vjet që do duhet të ndihmonin. Vazhdojnë bën ato raportet ku secila palë vjen diçka. Vazhdojnë ende të demokratizojnë Shqipërinë, të interesohen për mbarvajtjen e zgjedhjeve dhe procesit zgjedhor dhe për plotësimin e standardeve nga Shqipërisë, për lirinë e shtypit e tjera me radhë, dhe puna e tyre do duhej të matej me zhdukjen e tyre nga skena. Pra në momentin që ata do të kishin rezultate, do duhet të kishin ikur. Pa të vazhdojnë që ndrojnë këtu për të thënë këtë, për të thënë atë dhe për të zgjatur jetën vetes. Kështu në një këndvështrim caktuar, ata vetë ekzistenca e tyre në Shqipëri është burim i vënies në diskutim të shumë elementeve në procesin. Kemi parë, raportet janë gjithmonë kanë material si për... Po më japësh çikot ta shtelloj çik më shumë. Ne me kalimin e kohës gjithmonë më pak tash kemi zhvilluar një lloj varësie, një lloj addiction nga organizatat ndërkombëtare. Pra, kemi thënë që këtë e kanë në dorë organizatat ndërkombëtare, këtë e di ky, këtë e di ai. Në vend që ti dalin për zot vetes, ai që secili sipas fushës vet të ekspertizës thotë kjo është të di unë dhe kjo bëhet kështu si them unë. Nuk ka nevojë që të ketë një arbitër ndërkombëtar. Kam përshtypjen që po shkojmë drejt asaj, por këto organizata ndërkombëtare kanë një zakon shumë të çuditshëm që nuk zhduken asnjëherë nga skena. Vazhdojnë të jenë atje edhe kur janë të panevojshëm. Do të çika si ju si keni parë këtë proces? Shikoni, ashtu siç sa edhe ambasadori, standardi tashmë në Shqipëri, jo tashmë, po thuajse të gjitha vitet e pas 90-s janë raportet paraprake të OSBE ODIHR-it edhe raporti final. Kështu që edhe ne jemi mësuar me këtë raport, pra ato që është gjykimi i organizatave ndërkombëtare dhe institucioneve të specializuara për të na treguar se si i bëm zgjedhjet. Pra, brenda për brenda, sado që në sistemin tonë politik, sado që të ketë debat, apo sado edhe dakordësia nuk është gjetur kur, duhet thënë. Pra e kanë nevojshme të japin rekomandime që të shtyhet koha që ti verifikojnë në zbatuar rekomandime. Me sa mbaj unë të paktën mend dhe sell në kujtesën time, nuk ka patur ndonjëherë ndonjë dakordësi në palët politike
për atë që standardi zgjedhor. Gjithmonë ka patur ankesa, apo kundërshti, apo edhe akuza kundër palës tjetër, kështu që gjithmonë kemi shkuar tek ai që është standardi ndërkombëtar, apo raporte ndërkombëtare për të na treguar se si i bëm zgjedhjet. Duhet thënë që vitet e fundit, apo të paktën zgjedhjet, 2-3 zgjedhjet e fundit, ndoshta edhe më përpara, kemi një qëndrim apo retorika nga këto institucione, thuaj se është copy-paste, do thoshja unë në një farë mënyre, me ndryshime të vogla, të cilat apo edhe rekomandime, do thoshja të vogla, të cilat shkojnë kundrejt palëve politike, të cilat në fund të fundit gjithmonë shkojnë në fund të afateve kohore për të realizuar dhe për të implementuar për zgjedhjet e ardhshme. Kjo jemi, nuk e di, unë nëse ka dhe vëndet të tjera, besoj se është edhe të rajonit, besoj se nuk ka, ndoshta ambasadori mund të më korrigjoj, që sistemi zgjedhor apo edhe kodi të ndryshoj kaq shpesh, çdo zgjedhje. Ne futemi në çdo zgjedhje me një kod të ri, zgjedhor i cili ndodh vetëm partitë nuk ndryshon, kodi ndryshon, partitë ndryshon 6 muajt e fundit para zgjedhjeve. Nga një vit deri në 6 muaj. Kështu që tashmë ka ardhur kua besoj, edhe duke qenë se kemi ose përpiqemi të futemi në një standard të ri atë të Bashkimit Evropian, uroj që të jetë sa më shpejt, që tashmë të kemi një standard apo të krijojmë një standard edhe për këtë çështje, apo edhe të kemi një kod zgjedhor i cili është pak a shumë i stabilizuar dhe mos të jemi në afatet gjithmonë të fundit për të vendosur një kod i cili sell edhe partitë në vështirësi. Shikoni, rezultati ose të paktën në bindjen time, Partia Demokratike nuk e lexoi mirë këtë kod. Doli i hyri këtij kodi në mënyrë mbas në një parti e vogël që nuk e kuptoi që duhet të përshëndrojë një qartë. Ose i është futur qëllimisht në mënyrë të gabuar, ose nuk arriti dot ta përkthej këtë kod që nuk ishte në favor të kësaj partie. Kështu që madje në këndvështrimin tim, nëse doja analizojmë edhe mëtej, edhe vota e diasporës ishte një lexim totalisht i gabuar i Partisë Demokratike dhe ai që është rezultati i votës së diasporës po e vërteton këtë gjë. Vajti me shpresën se do kishte një vot revolte apo një vot e cila do ishte kundër qeverisjes dhe po i kthet në një bumerang elektoral i cili me sa duket edhe me ato që janë numërimet e fundit është plotësisht në dështim të Partisë Demokratike. Fakt sepse është duket ju si keni parë këtë proces zgjedhor, besoj unë ju kam bërë përshtypje. Nuk po trajtoj këto instancë ndërkombëtare se zotërisë sqaruan shumë qartë, po jam shumë dakord me të gjitha gjërat, po trajtoj si një qytetar dhe një njerëz që e njoh pak a shumë sistemin zgjedhor dhe mënyrën e zgjedhjes dhe kam votuar për vitesh tashmë këtu. Nuk pash ndonjë shqetësim të jashtëzakonshëm. Pastaj standardet e shkruara në letër apo jo, patjetër ndoshta nuk arrin të përmbushen në disa prej tyre, po unë pash një situatë qetë, pa konflikte të mëdha, pa palë politike që kërkojnë edhe ushqejnë konflikte apo përplasje. Sigurisht në raste shumë të vogla dhe sporadike. Zakonisht jemi mësuar që votimet i kemi si europian, në thashë edhe po edhe numërimi, dhe numërimin e kemi si ballkanik. Këtë herë duket sikur po jemi në dy. Po barazon, ajo që unë mund të them këtë rast është që shoqëria shqiptare për herë të parë tregoi një lloj distancimi nga realiteti politik zgjedhor, jo politik në gjithë vitin, po vetëm ky zgjedhori. Pra ndërkohë që përpara shoqëria ishte gjithë angazhuar e fokusuar vetëm në ç'po të bëhej me zgjedhjet, këtë herë kush votoi dhe vazhdoi jetën e vet dhe e ndjen në një farë edhe gjatë fushatës, ti e ndjeje që ata që ishin të angazhuar drejt për drejt në për parti politike, patjetër e luftonin, angazhoheshin dhe lodheshin gjithë ditën, ndërkohë që shoqëria e kishte i ndiqte, i dëgjonte, ndërkohë përpunonte mendimin për të vendosur apo e kishte vendosur që përpara, po angazhimi shoqëror përtej atyre që ishin direkt në parti nuk ishte jashtëzakonisht shumë i madh. Kjo e çon për mendimin tim në një shoqërinë, e konsolidon një shoqëri, po deshë të ta quajmë europiane, e cila sillet normalisht me zgjedhjet dhe jo si një ngjarje apokaliptike që kush e di ç'do të ndodhi pas. Pra, voton dhe pret rezultatin dhe voton atë që mendon që është më i mirë. Po si dhe klasës politike, kemi parë që liderët e partive nuk ishin reagime, po themi, tensionuese, ishin ato, po themi,
s'kalon Se nuk ishte shoqëria, besoj unë, që doja kthente këtë lloj thirrje për shkallëzim apo për dy liderët kanë mesazhe, po themi, gjatë procesit votimeve, deri tashmë po shohim që nuk ka as reagime shumëta nga selit, pra duhet gjithë po presin rezultate. Po nuk ka, dhe ky lloj rezultati nuk të lejon të krijosh konflikte për plasje apo vonesa. Nuk ka çfarë të bësh në këtë mes. Pati një dy momente që utërojshën numëruesit e Partisë Demokratike, po besoj ishin çështje personale, nuk ishte një urdhër. Po procesit teknik. Kështu që deri tani uroj të vazhdoj kështu dhe të mbyllet ditën e sot me vonë numërimi i fletëve për partitë dhe më pas filloj nesër për kandidatët nominal dhe deri ditën e njëjtë besoj se kjo histori do mbaroj, uroj pas një problem si që jemi deri tani. Ju përmendë pak më parë që kemi, po themi, standarde janë gjithmonë ato që diskutohen. Në fakt, Shqipëria është në një moment, po themi, që duket që ka një dritare për procesin e integrimit, që është një dritare që shumë afër, ka qenë dhe herë tjera, po këtë herë duket sigurisht edhe më afër. Këto zgjedhje në fakt japin një kontribut natyra se si zhvilluan zgjedhjet, mesazhin e përqojmë paktën mesazhi i sjelljes politike dhe sigurisht votuesit, por edhe politikanëve. Në këndvështrimin burokratik, zgjedhjet janë brenda, me sa duket deri tani, brenda standardeve, mjafton të themi një fakt disi jo shumë të këndshëm, po më duket se është herë e parë në një proces zgjedhor në Shqipëri që nuk vritet njeri. Kështu që në këtë këndvështrim mund të quhet që është një sukses. Pra, Bashkimi Evropian dhe Shqipëria në këndvështrimin e procesit zgjedhor nuk ka qenë dhe nuk aq më shumë tash në të ardhmen nuk ka si të pengesë, pavarësisht se çfarë më thuhet. Problemi është procesi zgjedhor në Shqipëri, po të shikosh çfarë thuhet nga partitë politike në fushat, është më shumë një përpjekje për të demonstruar menaxherin më të mirë se sa politikanin më të mirë. Pra nuk bëhet fjalë për politika, nuk bëhet fjalë për qeverisje, po bëhet fjalë për menaxhim, kush do shtrojë rrugë, kush do rrisi pensionet, kush do bëj këtë, kush do bëj atë. Dhe po të shikosh, në Shqipëri mungon një dimension që ti e shikon në vendet tjera të zhvilluara, për qoftë edhe në rajonin tonë, që ka një dimension politik si qeverisje, çfarë politikash do bëjmë. Dhe po të shikosh, partitë tu sillen të gjitha si matrioshkat, si ajo kutia matrioshkave ruse, ke parasysh atë kukla mas kukle. Të gjitha janë shëmbëltyre njëra tjetrës dhe asnjëra nuk del dot nga ky kontur për të zënë një pozicion pak më të lartë dhe për të folur për pozit udhëheqëse në shoqëri në formën e politikave që do duhet të aplikohen dhe të zbatohen. Ka pasur dy subjekte që kanë tentuar të japin disa shkëndija, jo domosdoshmërisht në këtë linjë. Po themi një nga majta më majt dhe një nga e djatha pak më djatha. Rezultatet që janë deri tani tregojnë që përveç partisë që është në pushtet dhe që ka demonstruar një aftësi të jashtëzakonshme si një makineri elektorale e përsosur, që nuk le të lëvizësh majtas djathtas, po të mbërthen në vend dhe maksimizon votën e ku duhet dhe krijon atë moment politik që shumë fishohet, sepse është shumë interesant të vihet në dukje fakti që partitë konsumojnë pushtet. Eksakt, po në politikë ka një moment që 2+2 bëjnë 5, 6, 7, dhe nga njëherë 2+2 bëjnë 1, 2. Në rastin e opozitës shqiptare dhe të gjitha partive tjera, duket qartazi që mënyra si janë qasur, si thash menaxheriale dhe duke u përqendruar te korrupsioni. Dhe te korrupsioni duke mos dhënë asnjë lloj alternative, por duke vënë në veten e tyre garant për korrupsion. Pra, të gjithë thonë që këta që janë në pushtet janë korruptuar, po të vi unë, nuk është se unë jam i pa korruptuar. Dhe këta që janë sot në pushtet, kur ishin në opozit të thoshin. Dhe historikisht, në të 30 vite, kushdo që ka qenë në opozit ka thënë, zgjidhni mua se unë jam ai që nuk... Kartën e antikorrupsionit ka ardhur në pushtet. Por, edhe këta që do duhej, të kishin paraqit, do duhet këshin dhënë opsionet. Pse? Nëse jetë ti personi i pa korruptueshëm, është pa mjaftueshëm për atë zgjedhësin që ti ta bindën. Nëse do i thuaj që unë do e bëj sepse do bëj këtë sistem kontrolli mbi atëre krijon më shumë. Dhe po të shikosh rezultatet për mua nga pritshmëria e tyre, rezultatet që kanë arritur, këto partitë e reja të vogla, apo çfarë nuk e di se si mund t'i quajmë, janë tepër zhgënjyse dhe është dukshëm nëse nuk do arrijnë të lexojnë mirë të rezultatet që nuk kanë arritur të krijojnë frymë për mbysë, ti do i frymë. Problematikë dhe përpara, partitë vogla që tentojnë dalin, por nuk arrin rezultate. Përtej asaj që është shumë e vërtetë nga sa dëgjoj unë, nuk jam ekspert i legjislacionit për zgjedhjet, por nga sa dëgjoj më duket se ka një farë arsyetimi që ligji nuk është se i favorizon në kuptimin e... Ishte proporcional kombëtar për të... Do ishte më ndryshe,
Por ama dhe këto nuk është se kanë krijuar në frymë, domethënë ta kanë thënë thjesht unë jam i mirë se ai, po pse jam i mirë se ai, por nuk të dhënë asnjë lloj sistemi qeverisës. Nuk është bërë fushat me ligje, projekt ligje dhe si thuash një imazh të së ardhmes se si do qeverisë Shqipëria në tashme. Është thënë thjesht që unë do ta bëj këtë kështu, 200 euro këtë, 300 euro atë, se do luftoj korrupsionin këtu dhe në para që do i marr këtyre nga korrupsioni, unë do bëj këto mrekulliren. Pra, rezultati tregon që nuk kanë krijuar dot frymë. Ju si keni parë programe, kanë pasur një lloj, po themi, mendon se kanë pasur impakt? Pra ishte ndoshta para fushat, që ne kemi parë që të gjitha subjektet politike kishin një programe, po themi, pavarësisht mënyrës se si kishin realizuar, programe qeverisë se pavarësisht se nuk pretendonin të kishin që lideri i partisë tyre kryeministër. Po jo, se kam dëgjuar këtë kritikën që kryeministri i Partisë Socialiste nuk kishte program, po ndërkohë program është vetë qeverisja edhe gjithë politika që ke ndërmarrë. Atë je duke vlerësuar në atë moment. Pra nuk mund dali qeveria me një program të ri nga ai që po bën ndryshe nga ai që po bën, se çupa. Kështu që një palë kishte këtë formë. Partia Demokratike e kishte programin, problemi i Partisë Demokratike për mendimin tim ishte që nuk e kishte çuar programin në terma konkret. Pra do rris kishte pension, po si drejtë e ullinjt, kishte jo, ja po marr rastin e pensioneve, do t'i bëj 200. Sa kushton? Sa do i peshoj buxhetit shtetit? Cila përqindje e buxhetit shtetit do sakrifikohet që ti ta arrish këtë? A do e mbulosh me rritje të ardhuras, a do mbulosh me ulje shpenzim? Pra, janë ca pyetje normale që njeriu më i thjesht i bën, ku do i gjejmë këto lekët, se aq janë para. Pra ku do ja heqësh se janë, po ku do ja heqësh? Që dhe unë ta di se ku do ja heqësh, dhe ky është një term, po ka shumë të tilla dhe besoj një arsye pse programi nuk ishte pika fort. Ndërsa ke partitë e reja, unë kam një teori time që kreative ishin pak në partitë e reja, besoj, të nuk mund ta po marrësh. unë kam një teori tjetër që mendoj që arritën më të mirën e mundshme dhe Tirana vetë mund ta japi këtë liri për çdo parti të reja, si qytet tjetër. Jo, ja dha. Unë mendoj se e kam diskutuar sot dhe do vazhdoj edhe këto ditë ta them. Uroj që nga këtu pastaj të vazhdoj. Tirana i futi në provim kryetarët, të gjithë. Për provimi është parlamenti, se në televizor është kollaj të bësh politika dhe ndryshosh vendin, po dhe atje në parlament bëhet me vërtet. Kështu që ky është një provim 4 vjeçar për secilin nga ata, të gjithë bashkë apo vetë e din ata, që të tregojnë a janë politikbërës dhe politikanë, të cilët meritojnë që të rriten. Dhe bas 4 vjetësh jam i bindur që Tirana, nëse këta do punojnë ashtu siç duhet, nëse do i përmbushin pritshmëritë që kanë për të ndryshuar gjërat për mirë, 2 ligje mjaftojnë, po gjërat konkrete që ndryshojnë për mirë, atëherë Tirana do të japë edhe më shumë në 4 vjeçarin e ardhshëm. Pra, unë nuk prisja që të ndodhte se unë i pari, besoj edhe ju më tregoni cilët janë anëtarët e tjerë të këtyre partive, përveç kryetarëve. Parti liderësh. Po jo, po si mund të votosh një parti kur ti nuk di kush janë të tjerët? Ose i di me emra, po nuk janë personazhe të njohura, kështu që nuk mund ta mbështesësh direkt në blok. Do mbështesësh kryetarin, do rritet kryetari bashkë me partinë dhe patjetër që do ta mbështesësh më vonë. Këtë rezultat kryetarët e partive nuk dalin. Përveç po jo, deri tani dalin. Të partive të vogla nuk dalin. Alin Qori nuk del. Të gjithë dalin nga një mandat. Është i dyti. Ka një mandat, po nuk dalin si përfaqësuesit e parë. Teknikaliteti që ata i zgjidhin dhe uroj të zgjidhin kollaj, një dorëçe këtu, një deri atje. As lapa nuk del nga ana tjetër. Vetëm që del është zoti Shea. Jemi këtu dhe kemi të regjistruar, patjetër do dalin dhe duhet dalin ata. Dhe nuk ka kush dalin tjetër në parlament. Jam dakord. Dhe ata do dalin. Këto janë teknikalitetet që do i zgjidhin, që kanë zgjidhur dhe në të kaluar, do i zgjidhin edhe këta. Po unë vazhdoj të qëndroj të maksimizuar votën e qëndroj që shoqëria shqiptare pjesë e kryeqytetit ja dha mundësin. Tani duhet ta tregojnë ata, nuk kanë ç'a të jepte më shumë se kaq. Që gabuan, po themi, programin e kishin, liderit i kishin. Por edhe një herë unë mendoj që kanë fituar, nuk mendoj që kanë humbur partitë e vogla. Po patjetër mos e çfarë prisin ju të ndodhte. Më tregoni një vend botës në cilën u shfaqën për 6 muaj, 1 vit apo 2 disa parti të reja dhe morën kontrollin e gjithë vendit. Jo kontrollin, po një peshë kushtuese ndaj qeverisë nesërme? Sa do ishte e pranueshme? Po aq sa për kryer së bashku një grup parlamentar minimalisht? 7 vetë, 6 deri në 7. Po janë 4. Ndoshta bashkohen me dikë tjetër dhe e bëjnë një grup parlamentar. Nuk është e vështirë për ta bërë një grup parlamentar. Në këto kushte që flas. Ndoshta i bashkohet tuti bashkë. Unë nuk e di, nuk e parashikoj dot. Po janë kushtet për t'u bërë. Po më shumë se sa të krijojnë një grup parlamentar, qëllimi besoj unë i votuesve të tyre është i shohin në thonjza në aksion, pra në punë, se kanë qenë fushat gjithë të kohë. Jo vetëm këtë muaj, gjithë këto vite. Fushat kanë bërë, dhe shumë mirë kanë bërë. Po tani duhet i shohim konkretisht çfarë ligjesh do propozojnë, çfarë ligjesh do kundërshtojnë, çfarë lirish më shumë do i japin shoqërisë shqiptare, çfarë drejtash më shumë do i japin, çfarë detyrimesh do kërkojnë nga ata, çfarë taksash do kërkojnë tulen, cilat do kërkojnë triten, a do punojnë me kujtun dividendin. Pra ka aq shumë tema që mund të punojnë dhe ta përmirësojnë jetesën këtu. Sa ky është një shans që nuk ka për t'ju dhënë më nëse nuk e bëjnë.
Mendoj unë. Ky është mendimi im, se Sigurisht gjithçka kështu e lexova. Për ju fushata si ka qenë fushat, po themi ndryshe, kemi parë shumë programe, premtime, pra Shikoni, ka pasur kreativitet paktën në ide. ka qenë Jo domosdoshmërisht në politika të pash një fushat e cila edhe në atë që është tentativa për të ruajtur më shumë statu quo politike të gjitha palëve. Përveç se partive të reja, të cilat përpiqen ashtu siç ka Enua për të arritur për të futur dhe të bërë pjesë e parlamentit. Nëse do shihja një parti e cila është paksa ndryshe dhe në vazhdimsi do duhet parë ndryshe dhe në një analizë, do thoshja unë, më të thelluar, është Lëvizja Bashkë për arsye të aspektit të saj ideor, që është ndryshe nga ai që është dominanca e sistemit politik në Shqipëri. Kështu që ka një kartë deri diku ideore ndryshe nga partitë e tjera ose nga të gjitha partitë e tjera parlamentare, dhe do duhet deri diku për të parë dhe për të analizuar në vazhdimsi. Fushata, unë do thosha që ka qenë nga fushatat më të qeta që kanë kaluar në të paktën në memorien time. Kishte një faktor që ju dha qetësi kështu? Nuk, shikoni. Jo imponoi ose mund t'ja ketë dhënë ndoshta stadi evropian, pra stadi i rrugtimit evropian apo në një faktor tjetër? Shikoni, unë mund të paktën kam një analizë. Kryeministri doli dhe bëri një projekcion të votave që po i afrohet ose të paktën del afër, shumë afër atij projekcionit dhe margjit të tij. Kam një pyetje. Partia Demokratike, që kam edhe në vetvete, nuk kishte një projekcion të tillë. Dhe au përpoq për të ndryshuar në qoftë se kishte një projekcion të tillë. Kam unë një përgjigje. Dhe çfarë bëri për ta ndryshuar këtë? Nuk kemi ose kam edhe një përgjigje që nuk do doja ta besoja, që mjaftohet me këtë rezultat nga ana tjetër. Dhe ndoshta një konvenion që të jetë edhe në këtë situatë politike. Pse do të konvenionte? Nuk e kam. Nuk e kam këtë përgjigje dhe do doja mos të ishte kjo. Të ishte ky realiteti i ndodhur në atë parti dhe në të gjithë koalicionin. Sot është në qoftë se ose më saktë, sot jemi venitur, ose gjithë situata është venitur nga ai tsunami elektoral i Partisë Socialiste, dhe më shumë duhet të merremi, është deri diku se rritja pas 12 vitesh, të paktën deri tani, mbi 9 deputet, s'është pak. Krahasimisht pak, por nuk është tsunami, është një gjë që do ndodhte strukturalisht se nuk kishte si ndodhte ndryshe. Ti si dhe alternativë. Megjithatë, rritje, në momentin që ke rritje elektorale, është në një formë. Çfarë janë ato njësit në për zonat të caktuara të Partisë Demokratike nuk i kemë. Patjetër që ky do jetë rezultati. Është rritje elektorale. Mirë, është rritje shumë, është rritje që për Partinë Socialiste nuk ishte surprizë. Kurse, po pikërisht atë po them, por nga ana tjetër sot më shumë do jem, ose besoj unë është për të diskutuar cila është ardhmja e opozitës, kështu siç është në këto rezultate që është. Dhe e ardhmja e një opozitës që për mua, ose opozita në vetvete, për mua duhet të jetë gjithmonë e fortë brenda një shteti, teorikisht. Sepse është balancuese, sepse dhe pa kap. Akoma edhe më shumë, sepse duhet të jetë balancuese, duhet të jetë propozuese nga ana tjetër. Me këto numra të cilat ka opozita sot apo peshën, asnjë nuk mund të plotësoj atë që është funksionaliteti ose ajo që duhet të jetë funksionaliteti i saj. Është një opozitë kaq e dobët, pas një ndikim dhe pas një peshë në atë që do jetë parlamenti i ardhshëm. Me as mandat sa ka. Flasim për situatën ku jemi sot. Roli partive të reja apo të vogla, si është quajtur, ka qenë rol shkatërrimtar për demokracinë në Shqipëri. Sepse praktikisht ka thërmuar opozitën. Dhe ky është shkaku kryesor që ka krijuar atë moment politik për Partinë Socialiste që ka maksimizuar votat kaq shumë, është coptimi i opozitës. Fraksionim votash edhe. Dhe ata kanë gjithë secili të drejtën e tyre në atë kurs politik që kanë ndjekur, po kam përshtypjen që vetëm politik vizionare nuk ka qenë, vetëm politik që të shikonin larg nuk ka qenë. Duhet ishin bërë koalicion për të marrë rezultate. Si thash pak më përpara, unë i qëndroj asaj që ka shumë pak vizion politik, më shumë se sa vizion menaxherial. Pra, ne jemi gjithmonë në menaxhim situate, nuk jemi në
si thuash, në lider politik vizionar. Ne duam të kapim një pozicion nga një palë zgjedhje në zgjedhjet e tjera. Ne nuk themi që çfarë do ndodhi me këtë grupim politik në afatgjat dhe nuk besoj se ka literaturë politike që t'i sugjeron të atyre që të hynin në garë në këtë mënyrë kaq të coptuar. Për sa i përket sa afër jemi Bashkimit Evropian, Bashkimi Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, situata e gjitha ndërkombëtare është kaq komplekse, saj që është çudi e madhe sikur asnjëri nuk sfidoi kryeministrin për pasaportën evropiane etj. Me disa terma konkrete. Praktikisht ne kemi dashur të hyjmë në Bashkimin Evropian kur Bashkimi Evropian ishte projekt paqe. Tash Bashkimi Evropian është projekt lufte. Ai do 1 trilion, ky tjetri po vën dispozicion 1 trilion tjetër, Gjermania do armatoset, Bashkimi Evropian po heq ato kufizimet për paktin e stabilitetit financiar që ka etj. Pra, po projektohet një Bashkim Evropian që po shkon drejt luftës. Ne ç'pun kemi në me luftën? Nuk po them që do marr unë këtë vendim, po shumë mund të ishte temë e një debati politik për të ardhmen e Shqipërisë se si do pozicionohemi. Kur Shtetet Bashkuara të Amerikës sapo zoti Trump para 2 orësh thotë Bashkimi Evropian është më keq se Kina në raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po, Kina është më e mirë. Luftë tregtare, ja. Ne ku jemi? Ne jemi duket dukshëm që në këtë garniturë politike kryeministri Rama është pozicionuar me Bashkimin Evropian, edhe disa zgjedhje të fundit në Kombet e Bashkuara kanë treguar që dhe me shumë të drejtë, më nuk jam, që thuash, me dy duar dakord me këtë kurs politik që po ndiqet, por që ja vlen të debatohet dhe të diskutohet se çfarë ndodhi në të ardhmen, sepse unë parashikoj shumë shpejt do vim në një moment ku nuk do ketë më ato ombrellën aq të bukur të Bashkimit Evropian që sheshon të gjithë kontradikat, por do na duhet, sikurse na është dashur përpara disa kohësh, të zgjedhim për reformën e Këshillit të Sigurimit midis italianëve dhe gjermanëve, dhe një kryeministri i premton dhe italianëve, një kryeministri i premton dhe gjermanëve. Dhe shumë shpejt do ndodhemi në këtë situatë me Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe me Bashkimin Evropian. Pra, kur vjen puna, jemi më afër Evropës, ne jemi më afër Evropës gjithmonë kemi qenë. Sepse kur ka ardhur puna për aspektin teknik të problemit, ne kemi qenë gjithmonë, domethënë kemi qenë nga viti 14 kur i marr statusin e vendit kandidat. Qemi gati, por të gjitha shtyriet kanë ardhur për shkak të politikave, të situatave të brendshme në vendet anëtare. Janë në Francë, janë në Holland, njëherë këtu, njëherë atje. Pra, nga ana teknike pra, mund shkojmë në BE, por nuk do gjejmë të bëhen për të një ministër në vitet. Problemi është që ajo që kam unë më shumë frikë nga të gjitha është në 1999, në 2000, kur doli termi Ballkani Perëndimor, një nga arsyet kryesore ishte elementi shqiptar, sikurse edhe elementi serb. Pra, faktori shqiptar në rajon ju premtua Bashkimi Evropian, jo ju premtua, po ju tregua e ardhmja në drejtim Bashkimit Evropian, ku gjithë shqiptarët do jetonin në një ombrellë të madhe. Tash nëse kjo gjë nuk materializohet, shqiptarët nuk ka se si të jenë dakord që të jetojnë kështu siç janë, të coptuar, pa ju dhënë ato ombrellën e Bashkimit Evropian. Dhe kam frikë që ky Ballkani Perëndimor shpejt e shpejt do kthehet në një federatë ballkanike nga ato që kanë pasur fate shumë të hidhura në të kaluar. 45. Kështu që e gjithë kjo situatë fare mirë mund të ishte temë e një fushate elektorale. Por kam përshtypjen një fushate jonë elektorale ishte totalisht stakuar nga gjithë problemet ndërkombëtare. Domethënë nga kishte as elementet e luftës tregtare që jashtë fokusit e ardhmja, integrimi. Lufta tregtare ndoshta na prek edhe s'na prek aq shumë, po e ardhmja, konfigurimi na prek për më tepër ne për 3-4 ditë do presim një nga evenimentet më të mëdha të Europës, domethënë një ngjarje e jashtëzakonshme që e vendos Shqipërinë në një pozicion këtu e atje, por në fund të ditës do duhet jemi koshient që është vetëm një reklam, është një, të themi, nuk është se ka një marketing, nuk është se ka një substancë brenda saj. Kështu që në këtë këndvështrim do shikoj rolin e partive të vogla që se thosh, nuk krijuan dot frymë ndryshimi, ndërkohë që çfarë do të bënin? Se ato mbase bën atë rolin publik që duhet, pra një program, një aktivizim, kauzat e tyre. Po sikur mos ishin zënë me njëri tjetrin publikisht, mund ta bënin? Luftuan edhe për votat e njëri tjetrit. Po pra. Minimumi mos luftonin njëri tjetrin publikisht. Po do kishte impakt, po themi, aq madhor sa atë. Është pastaj është rezultati. Më vjen zor ta them, por ne në Shqipëri historikisht nuk kemi pasur lidera, ne kemi pas politikan. Lideri është ai që bashkon, fiton betejën dhe i bashkon. Në fund të ditës kemi bërë edhe më të fortin, no? Jemi bërë më të fortin, por nuk kemi pas asnjëherë bashkim. Në këto 35 vjet njëherë kemi pas një polarizim të jashtëzakonshëm dhe dyshoj që dhe mbas saj do vazhdojë të jemi të polarizuar. Do vazhdojmë të jemi, nuk besoj se Sali Berisha nëse pastaj do i shtrëngojë dorën e Tiranës dhe i thotë të uroj për fitoren. Por
Një herë ka pranuar, pra besoni që... Po pra, një herë ka pranuar, por kësaj radhe nuk besoj se. Por rezultati lë hapësirë për diskutime? Apo dhe mund? Se po kalojmë nga tema në temë. Ajo që po mundohem të them është që ne nuk arrim do të krijojmë atë situatë ku bëm një betejë elektorale, u grindëm me njëri tjetrin se kush do ta qeverisë Shqipërinë, kush do ta qeverisë mirë, mbas sa e themi tash kemi një komandant dhe do bashkohemi mbas këtij komandanti dhe do bëjmë do zhvillojmë vendin në këtë drejtim sipas rregullat të shtetit ligjor. Dhe ajo që mungon cilësisht në Shqipëri është eksakt shteti ligjor. Ne kemi shumë demokraci, demokraci bolshevike pa hesab, po kur vjen puna e funksionimit të shtetit ligjor, jemi goxha mangut në mënyrën e funksionimit të shtetit mbas ligjit. Një nga pyetjet që lind është se cilat do të jenë sfidat e qeverisë së re, po themi ju përmendet pak më parë patjetër Bashkimi Evropian që mbase nuk është ai për cilin ne jemi nisur në vitet 90, nuk kemi Bashkim Evropian tjetër, po ka sfida të tjera e njo për qeverinë e re, apo një super pushtet që mjafton të vazhdojë me programin. Unë kam pas dhe mundësi të punoj dhe e di që sfida kryesore janë kapitujt e negociatave. Janë një punë e jashtëzakonshme e cila në vetvete nuk është se ti thjesht po shkon që të diskutosh me disa zyrtarë atje lidhur me ca shkresa që janë aty. Të plotësosh kërkesat, në fakt do të thotë bësh punën këtu që se ke bërë asnjëherë ndër këto 30 e ca vjet. Po diun, po marr një rast konkret, për shembull me që isha në Ministrinë e Bujqësisë dhe Ndoqja, kishte një listë të atyre substancave të palejuara, të cilën ne nuk e kishim updateuar dhe duhet ta updatonim, se ndryshe nuk e bënim tikun e një nga 202 kërkesat që duhet plotësonin. Dhe rezultati ishte që rregulluam fakt tregun ton duke plotësuar ato kërkesa. Kështu që realizimi i negociatave me sukses, plotësimi i gjitha kushteve dhe kërkesave në fakt është një punë që duhet bërë gjithsesi, pavarësisht për të arritur ato standarde dhe për të përmirësuar më shumë. Kështu që kjo do jetë sfida më e madhe, sepse në vetvete kjo mban gjithë sfidat e tjera brenda. Pra të gjitha nga mirëqeverisja, te rritja ekonomike, te rritja e pagave, te rregullimi i pensioneve, te çështja e pronës. Për bërjen e shtetit, po themi. Te funksionimi i mirë i shtetit dhe i ekonomisë dhe i shoqërisë, në fakt është kjo. Pra ti të arrish në atë nivel që janë dhe ato vende. Që të arrish atje duhet plotësosh gjithë këto kushte. Në këtë mënyrë i bëjmë më shpejt, do i bëjmë mirë se s'do i bënim më ngadalë dhe me qetësi, nuk e di. Po ne më ngadalë s'po i bënim gjithsesi, kështu që nëse kjo është pyetja, nëse kjo është shtysa që na mundson ti realizojmë ato ligje, direktiva, rregullime të drejta dhe detyrime, pse jo, edhe është funksionimin e shtetit ligjor. Po do bën këto për 2 vite, sigurisht parashikime është janë të mundshme. Ju thash një gjë që s'kemi bërë 35 vjet, nuk është se mundi për 2 vite pra. A mund t'i bëjmë apo patjetër që mundemi, po cila do jenë pasojat, do t'i bëjmë thjesht për t'i bërë? Plotësuar detyrimin apo do t'i ndjejmë me vërtet përmirësimin e shtetit ton duke edhe i zbatuar, se në historinë ton kjo është një nga ngjarjet më të famshme, është që kemi ligje shumë mira, po nuk i zbatojmë si duhet. Pra, kjo është sfida kryesore, po thonë. Për mendimin tim, sepse kjo, jo se është vetëm kjo, po kjo përmban gjithë të tjera. Ju thash, nga shteti ligjor deri ke rritja ekonomike dhe ke taksat e biznesit, gjitha janë aty brenda. Dhe ai është shumë dimensional integrimi evropian, sa nuk ke nevojë për punë tjera, domethënë. Shto këtu edhe unë mendoj që duhet të përfshihet edhe konsolidimi, strukturimi, rregullimi i sektorit turizmit. Duke qenë se është kali jon i betejës, tani ka ardhur momenti që ne mos të trajtojmë, jo se kemi trajtuar deri tani, po besoj çdo vit janë sfidat gjithmonë më të vështira që ne të arrijmë një lloj turizmi më elitar se sa ky që kemi, që sjell më shumë të ardhurat, nuk kam asnjë qëllim tjetër për këtë. Po që të arrihet kjo duhen strukturat i përgjigjet, duhet infrastrukturat i përgjigjet, duhet shërbimi mbi gjitha të përgjigjet. Kështu që po më pyete mua, unë integrimin evropian me të gjithë sfidat brenda që ka çdo sektor, se janë aq shumë kapituj dhe aq shumë punë, dhe njëkohësisht sektori i turizmit ta çojmë në një nivel tjetër, meqense fatmirësisht mundemi tani. Duke marrë spundo në fakt nga një propozim që ishte në këtë fushat i Partisë Demokratike për mbjelljen e 20 milionë mullive, sigurisht në kupton nga 12 milionë që kemi ne të mbjellim edhe 8 milionë pra një super xhiro. Po të analizosh për integrimin në BE, në fakt ka është çështja kuotave, pra, sepse të pak legislacioni duhet qeveria e nesërme të shpejtojnë disa, po themi, procese që nëse do të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, nuk do kemi kohë të negociojmë, po themi, do duhet që një farë mënyrë. Si vend i vogël, vështirë është që të kemi përfitimet jashtëzakonshme në negociatat me Bashkimin Evropian. Shpejtojmë pak do t'i bëjmë negociat.
Po nuk kemi për çfarë ke fjalën, që të kemi ulli të mbjella dhe Base për pjesën prodhimi e jonë industrializimit, kemi gati. disa element. Po mund t'i kesh gati, si ja kemi rastin e tonit, për mbarë një rast konkret fare me kuotat e tonit. Pra, kompanitë tona, edhe pse janë pak, janë relativisht suksesshme në kapjen e tonit në MSD, në gjithë deri MSD, por e mbarojnë kuotën brenda 3 javë. Dhe të 3-4 muajt e tjerë që mund të peshkojnë, nuk lejohen të peshkojnë. E mbarojnë të parët në Europë, se kanë edhe urinë për të qenë më të suksesshëm edhe për të qitur më shumë edhe për më shumë. Pra, sado i ke flotat, edhe i detyrohen pastaj shkojnë gjuajnë në Amerikë Latina apo vende të tjera. Pra, i ke flotat, i ke mundësit, po kotat janë këto që të takojnë ty. Dhe kjo vlen ka vletur që me stabilizim asocimin, apo me marrëveshje të tregtisë lirë, më të lënë njëri një kombaj më. Pra nuk është një problematik për qeverinë e re. Jo, më problematik është, por nuk është se ke ti do në dorë. Pra, ti do konkurosh me cilësi, me nivel të lartë të produktit që përpasoj të përkthehet në çmim të lartë. Dhe vetëm kështu mund të konkurosh. Ti nuk ke as sipërfaqe të ndaja që të ofrosh produkte jashtëzakonshme. Asnjëherë shumë që të kesh tru për ta eksportuar në shërbime digjitale apo të tjera. Pra, o do kesh produkte cilësore, o do kesh disa shumë të mirë, gjysmë gjeni në aspektin njerëzor. Dhe besoj kështu do jetë gjithmonë dhe nuk ka si të jetë ndryshe. Po ne nuk është se vuajmë kaq shumë këto kufizimet në momentin që flasim për të eksportuar dhe s'po na lë BE-ja. Po flasim për gjëra që ndit nesër për t'i paraprirë, se për këtë po flasim. Po rrugës në një element industrializim ose në një element tjetër që i mungon. Po e ke fjalën për agropërpunim, sa ai është industrializimi i lehtë i mundshëm, edhe prodhimi i armëve, se çfarë, më makinave. Se ne nuk kemi, pastaj jemi fokusuar ke shërbime digjitale. Disa sektor po themi që mund t'i zhvillojmë nesër dhe që mbase t'i shfrytëzojmë tani që s'duhet të marrim leje, po themi. Në këtë sens i kisha. Po nuk është se edhe tani je pa leje, se qënë me marrëveshjet e stabilizimit asocimit ti je në monitorim dhe çdo vendim që merret tillë duhet ta diskutosh me ata. Dhe tani që jemi gjatë negociatave, çdo vendim të tillë ti e negocion me ata. Në të ardhmen njësoj do jetë, nuk do ndryshoj, do e negociosh. Pastaj do arrish deri në fund ta aprovojnë ose jo, është çështje tjetër. Po dhe tani e kemë negocim. Çdo politikë të madhe që mund të ndikojë në tregtinë e BE-s. Kemi pasur. Zotë Çika, sfida e qeverisë ardhshme? Shikoni, 2 ditë para zgjedhjeve në mos gaboj, kishim një deklaratë nga Bashkimi Evropian, ku i dha prioritet vetë Bashkimit Evropian, atë që zgjerimi kundrejt Malit të Zi dhe Shqipërisë. Malit të Zi 2027, Shqipërinë deri në 2030. Kjo do të thotë që është një moment. Pa çka diskutimit që thuhet që ndoshta Shqipëria është e gatshme nga palët opozitare që ndoshta ky momentum më shumë shtyhet nga qeveria shqiptare se sa vërtet është një momentum i tillë, është e vërtet ajo që tha edhe zoti ambasador, që është një momentum për arsye lufte, por ekziston një e tillë dhe duhet shfrytëzuar. 2027 është edhe po dëgjoja me vëmendje, për arsye se të shpejtësisë duhej më shumë kohë për t'i bërë më mirë, apo duhet bërë më shpejtësi thjesht për të arritur për të kapur momentin. Historia e zgjerimit i ka treguar të dyja. Kohën e kishim ne, nuk e shfrytzuar tani. Ndoshta tani edhe për arsye të një shtytje dhe të një momentumi politik, jemi vendosur në turavrap për të arritur këtë datë që është 2027. Historia europiane ose e zgjerimit europian ka treguar dhe atë të shpejtësisë të vendeve të cilat thjesht kanë arritur për të bërë dhe për të arritur ato kushe teknike, edhe ato të cilat kanë patur kohën dhe ndoshta i kanë bërë edhe më cilësisht. Megjithatë, ai që është rezultati i fundor është hyrja në Bashkimin Evropian. Dhe andaj e tutje pastaj fillon dhe kushtëzohesh apo formatohesh edhe në një mënyrë tjetër. Vetë Bashkimi Evropian pastaj të fillon dhe të organizon. Dhe këtë e ka bërë Bashkimi Evropian me të gjitha shtetet anëtare. Pra, e ka përcaktuar se rolin e secilit shtet dhe jo vetëm të shtetë, po edhe të rajoneve në përgjithësi, se çfarë i duhet vetë Bashkimit Evropian nga këto rajone. E para kjo. E dyta, e gjithë do thoshja emërusi i përbashkët i fushatës, të paktën për Partinë Socialiste, ka qenë dhe kryefjala ka qenë integrimi evropian. Pasaporta europian. Gjë që do të thotë që do investohet plotësisht edhe në ato që është politika qeverisë të 4 vjeçarit në vazhdimsi dhe kryesisht këtë deri në 2027. Dhe është plotësisht ajo që tha dhe me përmbushjen e këtyre e procesit të screeningut bën të gjithë ato që është reformimi i duhur për jetën e brendshme të shtetit. Rrjedhimisht e gjithë kjo vetëm për qëndrimi sikur të ndodhi
me këtë gjë dhe mos të bet as edhe një gjë tjetër, ka plotësuar dhe nevojat deri do thoshja në një pjesë të mirë të gjithë mekanizmit të brendshëm të shtetit dhe të kërkesave që prodhon vetë shteti nga ana tjetër, apo edhe të kushteve socioekonomike të Shqipërisë. Kështu që besoj se kjo do jetë dhe politika dhe programi qeverisës, por i druhem vetëm një gjë, sepse ky integrimi evropian ka dy vektorë në këndvështrimin tim. Atë që është puna e Shqipërisë, arritja se sa duhet të plotësoj të gjitha këto kushte në mënyrë që në 2027 të arrihet ai objektiv, nga ana tjetër është vektori evropian. A në 2027 dhe a më vonë, edhe nëse do plotësohen këto kushte, do kemi të njëjtën situatë politike brenda në Europë dhe do kemi të njëjtën konsensus politik brenda në Europë. Kjo është çështja më e madhe dhe do thoshja më e madhe për atë që është integrimi i Shqipërisë. Kemi sot zhvendosje jashtëzakonisht të mëdha politike brenda vendeve të Bashkimit Evropian. Zgjedhje të cilat sellin në pushtet parti të cilat jo vetëm janë euroskeptike, janë skeptike për zgjerimin, qoftë edhe një e tillë të jetë, Vendos veto. vendos në kohë, nuk besoj se do bëj pengesën për herë, por e shty në kohë atë që është integrimi. Dhe është ai mallkimi i përjetshëm i Shqipërisë. Unë e shoh këtë shumë të mundshme nëse do ndodhi diçka e tillë, nga ato që do jetë problematika e brendshme e vetë Bashkimit Evropian dhe diçka tjetër. Ajo që është Europa sot e luftës, apo koncepti i saj, nga entja ndoshta mund të hyjë në një fazë tjetër. Kemi një takim i cili mund të sheshoj deri diku dhe mund të formatoj edhe me presionin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe për 6 muaj apo për një vit të kemi një këndvështrim tjetër europian edhe për këtë çështje. Gjë që se realiteti europian këtë na ka treguar. Kemi qenë gati, ashtu siç tha edhe janë vazhdimsi edhe ambasadori, kemi qenë gati, s'ka qenë Europa gati. Njerë s'ka qenë Franca, njerë s'ka qenë Hollanda, njerë s'ka qenë Greqia, njerë s'ka qenë Bullgaria për Maqedonin dhe penalizojeshim ne, njëherë për arsye të asaj që është faktori shqiptar apo të ombrellës shqiptare, njëherë të specifikave të Ballkanit perëndimor, nëse do futet kjo, apo të metodologjisë së zgjerimit për Ballkanin perëndimor që ka pat Bashkimi Evropian në vetvete, jo ta analizojmë si një shtet më vete, jo ta çiftëzojmë në procesin coupling, duke mekanizma për ta vonuar. Mekanizma të cilat që kanë vonuar procesin. Ta ishte qëllimi. Dhe në këtë pikë nuk e dim se me çfarë do përballemi. Jo, këtë nuk e dim. Në një 4 vjeçar në vazhdimsi apo deri në 2030. Por ajo që është pozitive nga kjo gjë ngelet që për arsye të gjithë angazhimit të shtetit kemi shqiptar proces transformues. për procesin e screening, do ketë një proces transformimi të plot dhe të përshtatjes së Shqipërisë me ato që është të paktën mesatarja e Bashkimit Evropian. Ndoshta jo maksimumi, por në mesataren e saj do përpiqemi për të arritur, për ta kapur. Pyetja ishte sfidat me cilat do të ndeshet qeveria, Kryeministri i ardhshëm. Sepse sfidat me cilat ndeshet Shqipëria, ndryshe shikohen nga unë, ndryshe shikohen nga kryeministri, ndryshe shikohen nga dikush tjetër. Kështu që po qese do më lejosh do thosha sfidat që me cilat ndeshet Shqipëria parë nga unë, jo parë nga udhëheqja. Pavarësisht që jam plotësisht dakord me shumicën e gjërave që u thanë nga kolegët para folës lidhur me integrimin e me plotësimin e kushteve një tjetër, po do të theksoj edhe një herë një moment që integrimi në fund të ditës është një vendim politik. Nuk ka qenë asnjëherë më gati Rumania, Bullgaria, Kroacia e tjera nga që Shqipëria sot për të integruar, por ishte vendimi politik që u morën ato kushteve. Pra, i rimshoj edhe një herë ides që është vendim politik. Ajo që do doja unë si sfidë për qeverinë ishte të merret me ekonominë informale, sepse nuk kemi asnjë të dhënë, por thashë themet janë që është në përmasa alarmante. Problem tjetër që më ndesh unë është një lloj humbje kontrolli mbi territorin dhe sidomos monitorimi i organeve ligjzbatuese, të cilat janë në funksion të monitorimit të kontrollit të territorit.
do doja shumë të kishte edhe një debat për modelin e zhvillimit ekonomik të vendit, sepse deri tani ne jemi bazuar tek turizmi. Turizm pa bujqësi, turizm pa në një infrastrukturë domethënëse, pavarësisht që ka shumë rrugë dhe aeroporte, porte, por nuk ka transport urban, nuk ka transport publik. Dhe pa një transport publik dhe unë nuk shikoj asnjë lloj mundësie, jo unë se nuk jam ekspert, po kur bisedoj me kolegë të huaj për çështjet e transportit urban në Shqipëri, e shikojnë jashtëzakonisht vështirë nga mënyra si kanë ardhur zhvillimi i qyteteve, i urbanistikës shqiptare. Më e rëndësishme nga të gjitha do thosha që është mënyra e vendimarrjes. Domethënë, unë jam shumë dakord dhe po të kishte mundësi shteti shqiptar të investonte jo 10 milion, po dhe 100 milion dhe $1 miliard në projektin e Mira Muratit, se është krenari kombëtare. Po do doja shumë të dija kush është procesi vendimarrjes, kush e merr këtë vendim, në çfarë forme merret ky vendim, është Ministria e Financave, bëhet një studim, ka një domethënie etj. Dhe kjo më vjen edhe nga disa eko të skaluarës, kur për shkak të një lojës në bursë të disa ekspertëve shqiptar financier në fund të viteve të komunizmit, ne hymë në borxh një $5 milion për cilat më është dashur të merrem unë për të bllokuar llogaritë e shtetit shqiptar në bankat amerikane, sepse na kishte dënuar gjykata e Parisit për borxhe etj. Pra, nuk po dua të heq paralelizma, po vetëm të theksoj që mënyra se si merren vendimet për çështje delikate është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe duhet të ketë pak më tepër transparencë apo shpjegim të paktën. Se si merren vendimet. Një element, ambasador, është diplomacia ekonomike, do duhet se mbase besojnë në këtë fushë. Do duhet që të jetë pak më, po themi, më agresive qeveria e re, çfarë do të bëjë? Se sigurisht ju përmendet që turizmi, është një nga, po është përmendet shumë element tjerë. A duhet që mbase, mbaj mend para shumë vite, shumë folë dhe për rolin që mund kishin, po themi, ambasadorët dhe konsulit e nderit, gjithë elementet, infrastruktura diplomatike e Shqipërisë shërben në një mënyrë. Nuk do ju marr shumë kohë dhe nuk duhet ju mërzis, po që ka qenë në qendër të vëmendjes të Partisë Socialiste të kryeministit Rama, diplomacia ekonomike, ky është fakt, sepse në vitin 2018-19 janë zhvilluar disa kurse gjigande trajnimi për trupin diplomatik shqiptar, se si punohet për tërheqjen e investimeve tuaja. Problemi është që këto iniciativa janë gjithmonë sporadike dhe të palidhura me njëra tjetrën. Pra, ndërkohë që ti e trajnon trupin diplomatik, që të di se si duhet punojë për tërheqjen e investimeve, të gjitha hallkat e tjera që janë brenda vendit, si është Agjencia për Nxitjen e Investimeve, Ministria e Financave, Ministria e Infrastrukturës, Ministria X, Ministria Y, nuk futen dot asnjëherë në një qark të mbyllur që ta bëjnë të shtet që të funksionojë në mënyrë organike, që ai lloj trajnimi që u bë në atë kohë të jepte ato rezultate që duheshin. Dhe ne kemi parë që trajnimi se si funksiononte në Singapur, apo si funksiononte në Costa Rica, apo si funksionon edhe vetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Hallkat që mungonin janë këto të tjerat. Pra, ti vërtet ke një ekip që sulmon, por nuk ke një ekip që mbrohet. Domethënë, ke një ekip që luan në sulm, por nuk ka pjesën e mbrojtjes, si thua. Kështu që është jashtëzakonisht e rëndësishme çështja e diplomacisë ekonomike. Po nuk pa një model ekonomik zhvillimi për çfarë do duhesh edhe diplomacinë ekonomike. Pra nëse ti do i kërkosh të gjithëve që do ndërtojnë, do investojnë në turizëm, ku, çfarë konkretisht? Dhe këtë them nga eksperjenca personale, që kur shkojmë dhe i themi që ne kemi nevojë për investime në infrastrukturë, turizëm, bujqësi, burime natyrore, tjera ka minerale. Ku, çfarë konkretisht? Në çfarë rasti, për çfarë projekti e keni fjalën? Pra, ka shumë pak gjëra të tilla me cilat mund të punoj aparati i diplomacisë ekonomike. Në fakt po bën disa... Po që është në temë që është... është nevojshme. Jo, edhe është në vëmendje të qeverisë. Unë jam marrë me studimin e diplomacisë ekonomike, madje kam bërë edhe një studim të thelluar. Po me gjithatë eksperienca është në aspekt teorik është tjetër dhe në aspekt empirik është tjetër. Duhet thënë që jo vetëm vitet e fundit, po ka vendosin në qendër të vëmendjes në 2013, që me ardhjen të paktën në aspekt politik ka vendosur në qendër të interesit diplomacinë ekonomike. Po janë të gjitha këto që tha ambasadori. Janë të gjitha këto, ka dhe disa të tjera, të cilat për arsye do të thoshja për fat të keq nuk ka funksionuar në zbatimin praktik të diplomacisë ose të zbatimit të diplomacisë ekonomike të shtetit shqiptar. Në radhë të parë edhe pse i është dhënë, duhet thënë,
portofoli një zëvendës ministri, nuk ka patur një zëvendës ministër, ose të paktën unë do doja të kishte një zëvendës ministër të dedikuar ta kishte dhe të shënuar në emër, që është, jo, sigurisht që nuk mjafton. Kjo është drejtësore dhe tretësore. Por shëmbuj të paktën edhe të rajonit, ma shëmbullin e Greqisë. Greqia ka një zëvendës ministër të dedikuar për diplomacinë ekonomike dhe merret vetëm me atë gjë. Sigurisht, shëmbujt nuk janë, ose krahasimi ndoshta nuk është... Po edhe ne kemi një që merret vetëm me atë. Nuk e kemi që merret vetëm me atë. Zoti Zeira i merret vetëm me atë? Është marrë... Ndritu Zeira, quhet. I përpara ka qenë zoti Besat Kadia. Ka qenë që i ku ambasador. Po dhe kjo që është merret vetëm atë? Por, jo vetëm kjo. Po është dedikuar për diplomacinë ekonomike. Çështja është që kam atë ndjesin që më shumë është një shtytje më shumë politike, retorike, se sa nga ana tjetër në aspektin praktik, pra të selli diçka dhe fryte pas. Këtë keq më vjen për këtë sektor, nuk e kam parë që të ndodhi. Për fat të keq, do doja jashtëzakonisht shumë për arsye edhe personale në kuptimin të studimore të mia, që ta shihja, që të kishte rezultat sepse është një nga fushat më, do të thoshja, më moderne dhe më produktive sot në zbatimin i diplomacisë ekonomike të suksesshme dhe gjitha shetet po i adresohen sa vete dhe më shumë kësaj gjëje. Megjithatë duhet thënë edhe diçka tjetër. Roli i ambasadave është deri diku për arsye edhe të mundësisë ekonomike që ka shteti është i cunguar. Duhet thënë, kjo nuk ka mundësit e promovimit të vendit, edhe nëse mungon ky koordinimi i passhëm, pra në, do thoshja, në rresht të dytë me shtetin shqiptar, pra duhet të ketë, ose me institucionet të caktuara, pra duhet të ketë, ose të riinvestohet shumë në këtë aspekt për të sjellë produkt real. Është tjetër gjë përqendrimi politik, është tjetër gjë dëshira e mirë, por duhet vendosur dhe duhet prodhuar. Pra duhet të filloj që të prodhoj kjo lloj zbatimi ose më saktë zbatimi i diplomacisë ekonomike. Ka shembuj qoftë europian, qoftë rajonit, të cilat mund të merren për të zbatuar apo edhe për të vendosur si, do thoshja, si praktike mirë në vazhdimsi. E një pyetje të fundit për ju, në fakt, është përmendet që janë sfida dhe thatë integrimi, po a ka sfida ekonomike shqipëriare? Kemi parë një program, kemi për pensionet, për rritjen e pagës. Shumë të mëdhaja, po, ka sfida ekonomike. I pari është dhe ky që thoni ju, por kjo është një sfidë e përjetshme shtetit shqiptar që në vitet 60 që të arrit ushqej sigurimet shoqërore mjaftueshëm që të përgjigjen nevojës për pension që ka shoqëria. A doja dalë apo jo, qoftë me atë të famshme në kolonën e dytë ku ti bën sigurimet private me detyrim apo mënyra të tjera. Këtë nuk e di, por kjo është një sfidë e frikshme që vazhdon dhe vështirësohet sepse kuota që buxheti duhet i japi sigurimet shoqërore që të përmbushë kërkesën çdo vit rritet. Jo, po rritet çdo vit, nuk është dhe fikse. Që tu është ka ndaluar dhe e dim tani si do ta zgjidhim. Ajo vetëm rritet, kështu që duhet adresuar sa më shpejt e mundur, nuk mund ta zgjidhësh në një vit. Po ama edhe ajo si reform që u bën vitin 2014 zbuti pak, po nuk zgjidhi përfundimisht çështjen, kështu që duhet vazhdoj të bëhet. E dyta, për mendimin tim, është çështja e informalitetit, po jo ekonomisë zezë, ekonomisë gri. Pra, të gjithë operatë e zeza është kriminale dhe formalizimit ekonomisë. S'kemi që flasim fare, ajo do luftohet dhe pik, po duhet luftohet dhe pik, po kjo gria që janë shitësit e vegjël, faturat cunguara, Airbnb, jo, Airbnb ndoshta e diskutojmë. Pra, jo, nuk e kam qëllimin që shteti të marrë taksa. Pra, paktën unë. Nuk e kam vetëm qëllimin që formalizimi të sjellë taksat e shtetit. E kam të rregullohet tregu, të standardizohet, të rregullohet, të bëhet më i sinqert, të bëhet më i qartë. Ti në të njëjtën lagje në Tiranë ke çmime të çuditshme të apartamentit në të njëjtën lagje. Një sepse e ka deklaruar që taksa, një se nuk e ka deklaruar që taksa. Kështu që e ka deformuar dhe deformon në çdo vend botës, jo vetëm këtu. Kështu që kjo është një sfidë tjetër që duhet ta zgjidhni. Dhe e treta për mendimin tim, tani kështu personal se nuk është mund t'i adresoj qeverisë shqiptare, sfida e tretë ekonomike që ka më të madhe është pikërisht rritja me një nivel mbi ekonominë e shërbimeve.
ajo që dhe ti preke pak më para, që ne të kthehemi në ekonomi prodhuese. Qoftë me mini industrializim, qoftë me rritje të prodhimit dhe edhe përpunimit të produkteve bujqësore, apo me mënyra tjera, se duke qenë një ekonomi vetëm e shërbimit dhe vetëm pritse, jemi në varësi të gjithë humoreve financiare apo fiskale që ka një vend më i madh apo një bashkim evropian apo një dollar më i fortë apo më i dobët. Pra janë të gjitha çështje që nuk varen nga ne. Njësoj siç nuk varet edhe humori i bashkimit i vendeve të bashkimit evropian për të përgjigjur. Njësoj edhe kjo. Unë besoj rritja e ekonomisë nga shërbyese në prodhuese do ishte një pyetje të fundit, në fakt, si besoni se do jetë reagimi për ta përmbyllur bisedën i faktorit ndërkombëtar për sa i përket këtyre zgjedhjeve? Po themi, do kemi një njohje të këtij. S'ka diskutim. Kemi një si gjykoni. Pra duke parë edhe të shkuarën, po themi një farë mënyre, do ketë një lloj besueshmërie më të lartë, se rezultati nuk lë shumë hapësirë për. Shikoni, nuk besoj se ka çështje për njohje apo jo të rezultatit. Kjo as ka diskutim. Edhe nga OSBE dha një mesazh që procesin e OSBE deri ka dhënë për herë mesazhe dhe shumë keq se kaq, dhe zgjedhjet janë njohur, qeverit kanë vazhduar punën e tyre në vazhdimsi. Akoma më shumë që nuk këto zgjedhje që kishim nuk hyn fare në këtë kontekst që mund të diskutohet për legitimitetin e tyre apo jo. Kështu që pas pak ditësh është shumë i shpejtë. Kështu që nuk ekziston kjo logjik, të paktën në këndvështrimin tim. Pastaj, ato që janë përplasjet e brendshme, mosnjohja, vazhdimësia e toksicitetit politik, besoj se do jemi në të njëjtat formulë që kemi qenë edhe më përpara dhe nuk do ketë ndonjë ndryshim, nuk shoh ndonjë, të paktën nga deklaratat e para, edhe ndonjë reflektim edhe nga opozita e tanishme. Kështu që besoj se do jemi në të copy-paste në të njëjtat situata edhe më përpara. Ajo që është e rëndësishme është që ne, ose më saktë qeveria, duhet të jetë në pikën e ndërgjegjësimit të plot, që tashmë duhet të arrijë një objektiv, të arrijë një standard për të arritur objektivin, dhe nuk besoj se ka diçka tjetër e cila duhet të diskutohet të paktën për këto zgjedhje, se sa do selli më saktë një debat të nesërm apo në vazhdimsi atë që thash edhe më përpara, cila do jetë e ardhmja e opozitës shqiptare dhe se si do duhet të formatohet që të ketë një opozitë të qëndrueshme në vazhdimsi. Dhe është e mundur, a do jetë kjo parti, a do shbëhet, do ketë një forum politik të ri, cila do që duhet të jetë, kjo duhet të jetë, ose ky duhet të jetë debati më i qëndrueshëm i këtyre zgjedhjeve për në vazhdimsi. Ambasador, për ta përmbyllur me ju. Mbështetja ndërkombëtare për qeverisjen e kryeministit Rama ka qenë e qartë dhe e pakufishme. Do më thënë, ata kanë mbështetur gjithmonë stabilitetin dhe parashikueshmërinë. Kjo nuk është deklarate ime, këto është vetëm të numërojmë faktet që nuk ka ndodhur ndonjëherë në prag të zgjedhjeve në Shqipëri të vi ministra e jashtme e Bashkimit Evropian Kaja Kallas që erdhi me 5-6 prill këtu, apo që erdhi komisionere për zgjerimin dhe mori takime vetëm me zyrtarët e shtetit dhe jo me opozitën, siç ka qenë tradicionalisht praktika, që kur vinte komisioneri merrte dëgjonte edhe opozitën. Pra, në rrafshin ndërkombëtar, opozita shqiptare, pavarësisht një tweeti këtu apo një sinjali atje, është totalisht e izoluar nga faktorin ndërkombëtar. Pavarësisht që shohim herë mas here në një deputet gjerman apo Bashkimi Evropian si strukturë politike e komisionit, ka mbajtur distancë nga opozita shqiptare dhe ka mbështetur shumë qartë edhe dukshëm kryeministrin para zgjedhjeve. Kështu që po më lejoj vetëm një minutë, kështë Odiri ka umbrellën politike OSBE, e cila ka umbrellën politike BE, e cila ka umbrellën politike dhe të sigurisë NATO. Kështu që në të gjitha këto nivele, konstatimet e Odirit në fund të ditës varen nga siguria që prodhojnë dhe ajo që do duhet në Shqipëri dhe në Ballkan dhe në këtë kohë të dyre është faktori sigurisë. Pra përballë sigurisë, stabilitetit dhe parashikueshmërisë
Përveç që si që thamë, dhe besoj ishim dakord në vetë mënyra se si u zhvilluan zgjedhjet dhe procesi që para priu, vetë dita e zgjedhjeve, procesi më mbrapa, nuk lëna si dyshim për të pasur në një mendim tjetër. Këtë do thosha për sa i përket mbështetjes dhe certifikimit zgjedhjeve. Ambasador, faleminderit për mendimet që datë me ne, zotit Çika, faleminderit. Faleminderit. E një faleminderit për prezentën tuaj. Shikues televizionit kanë pak minuta publicitet për të rikthyer në pjesën tjetër.